Peqini edhe në vitin që sapo lan pas ka ruajtur traditën e emrit si një nga zonat më të njohura për mbarshtimin e gjelave të detit. Tregjet e fshatrave për parim, Pajov dhe Karin janë kthyer në pika kryesore furnizimi, ku tregtar nga Shkodra, Tirana, Korça, Burreli kanë mbërritur për të blerë gjela deti vendas. Sipas drejtorisë së bujqësisë, gjatë këtij sezoni janë shitur rreth 30.000 gjela deti, një shifër që dëshmon rëndësinë ekonomike të kësaj tradite për fermerët e zonës. Ky numër prej 30.000 kresh që bashkëtohet në rrethin e Peqinit, në të gjitha njësitë administrative, ushqiten në territorin e kësaj bashkie, po jo vetëm, sepse tregtarët që janë nga jashtë rrethit të Peqinit vazhdimisht çdo vit vinë dhe i blejnë gjelat të detit në Peqin, ku dihet që gjeli i detit që arritet në Peqin ka karakteristika të veçanta të cilësisë mishit. Edhe kjo e bën ato që çdo vit gjelat tonë nuk ngelen pa ushqitur, por problem i fermerëve të cilët merren me mbashtrimin e gjelit të detit është vetëm futje nga importi e këtyre gjelave. Rriti më të madh dhe rriti më të madh të gjelave të detit ka në zonën e përparimit dhe në zonën e Pajovës, ku gjelat e kësaj zone janë shitur pothuajse 100% të gjithë. Autoritetet lokale shpresojnë që mbështetja ndaj prodhimit vendas të ndihmojë në ruajtjen e kësaj tradite dhe në forcimin e ekonomisë rurale të zonës.